Mirë, tregom si i ri, më duhet mendimi jot personal, jo i indikuar nga politika apo nga pushteti apo opozita, ku i sheh shqiptarët e Maqedonisë në vitin 2030 bashkërisht, se besoj se jemi mosha e parafort dhe më duhet mendimi i një intelektuali të ri. Unë realisht procesi i cili filloi pas antarësimit në NATO të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe krijimit të një strukture politike pro-evropiane, ka menduar realisht që Maqedonia e Veriut në 2030 duhet të jetë antare fuqiplote e Bashkimit Evropian, sepse është e vetmja rrugë ku jo vetëm qytetarët shqiptar, por gjithë shoqëria jonë mund të gjejë veten dhe të shfrytëzojë të gjitha kapacitetet dhe potencialet. Vazhdimi i një situate të këtillë, e cila ndodhet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mendoj që nuk është vetëm në dëmin e shqiptarëve dhe trimëve shqiptar, por të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe mendoj që të gjithë duhet të angazhohemi që sa më shpejt të hapen kapitujt dhe negociatat për Bashkimin Evropian, sepse na imponohet me hapjen e kapitujve një tempo e cila shumë çështje dhe shumë sfera të zhvillimit social në Republikën e Maqedonisë së Veriut do t'i përmirësoj në dobi të qytetarëve, jo vetëm shqiptarë, një do kisha thënë, por gjithë qytetarëve në vendin tonë.